fola, po... Robert... Marketing pa thëmë shumë gjatë harru, vërë që kemi të bëllë, po. E dulem pak në trafti. Të gjelozia, po. Unë menoj që është mungesë të diskutimit mes partnerit. E vitaminave, po. Do të me diskutu të ankohen, që kam pëlqen, që tu sene së më pëlqen, që tu më pëlqen, edhe ma ndej besej që nëse ty të donë edhe të respekton zvjen deri te... Po qëta ta shë dhënë? Qëta po. Nuk e ndirë të dhe. A ma ndej, jone edhe... Jo, shto, a ta shë dhënë që të fillem, është edhe ajo gjelozia e grus kur bot non, ai çrregullimi hormonal gjelozon në burr që po duket mirë, që ky po del tash unë tash do na menetim të njëjtësh, apo kupton? Pjesë e depresionit postnatal pas lindjes është normale, hormonal. Por shumë me pas kujdes ndaj grus në ato momente, për shembull. Shumë. Edhe nëse ti s'ki kujdes, mane ajo i rritet që e doza gjelozis, mane edhe që kjo teknologjia e ka bo pak, kërgja e ka rrimë, mane thonë. E qarë në që kësë ramë që shpeshë. Apo thonë, apo, teknologjia, dikush në TikTok një arap në duke t'i kishë boj pari aji. Me një kërë, një sklasë dhe shtypa ajo pështjetësia dorës, të po qote në teknologjia, edhe tash e ka më botë madhe në TikTok, kretë që ka po kodë. Pse ka ndivu teknologjia në në gjenerate, kur s'ka pos telefon heq. Dullën ma një pejgjerat, ma një dullën telefonat, pa kamerë, pa kur gjot, tash e ki iPad-in, ka si bura gjelës që të temës me iPad, dilë se me telefon përva kisë shijet, për shumë ropa me kamerë, thërë me rato ku jetë e kjedu, me thonë. Me dëshmu se është me shoqë ose ku i ka thanë që është. Si përpora, në shtatë... Pa e është mungesë e besimit në qiftë, normal që ndodhë. Tu gjelozu... Kur s'ki besim qëft, është shumë normale me... Unë me ndojë që ne po e thjeshtësojmë shumë temën. A ta kry, se është një strop majle me thamë. Një djallin refren. Po, qështu me një fjallë edhe mund kap, mund bo mime. Po e ledzëm as pari që ka kum shkrujt. Po t'lo me folë të jenë shpitem. Po, femrat, e pikërisht, respekt. Femrat e urejnë gjelozin e mashkullit që ato nuk duan, ndërsa do ofendoshin nëse mashkullit që ato duan nuk do ishte gjeloz. Okej, gratë po, okej, këtë rast. Femrat, okej. It's okej, gjinja femrore. Tash në qoftë se nisemi nga raporti i besueshmërisë ose çështja e besimit, sa e kemi nivelin e besimit të partnerin këtë rast, na nuk guxojna me shku me thonë, o, qëll ma kamerën dhe sa të flenë te, që ma lokacionin, që ma screenshot me ka një të fol, ose një foto ku je për momentin, këto janë letemi shkallë që të qojnë deri në ndarje ose në abuzim në një lidhje. Se nuk janë të mirë fjellta për një gjelozi të keqe, nëse mujna me qujtë, se gjelozia e shëndosh nuk mundet me të bo ty me qu lokacionin, me qu fotën, e kësë gjane. Ajo nuk është pikërisht. Kur kalonës, unë mendoj që shumica e marrëdhënieve të dashurisë në shoqërinë tonë kanë që si pika. Rita, përfundoj se du të kaloj pas të pyetja. Thjesht po them që po e thjeshtësojmë shumë. Si është? Ndjenja e kontrollit zanë në rastet të cilat shoh unë, të paktën me rastet të cilat unë punoj me viktima të dhunës zakonisht. E di çfarë është kontrolli? Je i izoluar, ne kemi raste në Ballkan ku jo në Ballkan, apo nisem në Maqedoninë e Veriut, kemi 2 raste kur gratë kanë qenë të izoluara brenda një dhome, në monitorimin e kamerave pa pas të drejtë të dalin jashtë. Ne po flasim për këtë kontrolli. Na po thojmë që ka dhe të shëndosh, a më tregoj një rast të një gjelozie të shëndosh? Po ma tregoj një rast. Ka plot lidhje, që në shpitame, ka plot lidhje që janë tepër të shëndosha. Për shembull i thot, s'pe përmani kush shkosh në familje tame, po mi thonë, hej, s'ki nevoj aty me... Edhe unë po du me pas, pse edhe unë po du me pas ose me të motivu bre, nëse gruja jote është u ngrit. Edhe ti si burr e përkroq ato, je shumë okej, do të thonë ti mundesh me pas xhelozi, mundesh me pas xhelozi, thoj za për ti më ngrit më shumë ose më bë baraz me gruan tonë, veç because don me ngrit gruan tonë hala më shumë. Nuk po flasim pra për të njëjtin term, nuk për mua kjo është xhelozi. Për të njëjtën
Ç'është xhelozi? Kjo është lidh me dhunën me abuzim. Ty e lidh me raste ekstreme. Na kena raste ekstreme sa dush, edhe shkon xhelozia vetëm ideja është me kodole pse të këshyri, pse të tha, edhe kjo është xhelozi. Çfarë të shëndosh? Jo është shëndosh, na po thonë se kjo është shëndosh. Çfarë të shëndosh? Një shembull, thon realisht për këtë xhelozi. Okej, Ana, unë dhe ti jemi në lidhje. Për me pas territorin. Shumë i gjanë. Me qenë Edhe ka të bëjë edhe me kulturën e popullit, mentalitetin. Për shembull, na si mediteran që jemi, ose edhe Ballkani, ose na jemi pasionant në çdo gjë. Na edhe di me dashuru ma shumë, përkundër për shembull amerikanëve, çfarë ose popullve gjermanëve ose na din edhe me xhelozu ma shumë. Kreti kena dozat. Na din edhe me hunger, na din edhe me hunger ma shumë. Ne folëm se xhelozia që nga mungesë vetëbesimit, po çka është dashuria atëherë? Çka është dashuri? Çka është dashuri? Shnosh, edhe në popajtona që tash. Dashuria është përmbushje. Domethënë xhelozi të shëndosh çysh e kisha përkthy, çysh e kisha shpjegu, domethënë është veç nëse ti ki frikë me hup qatë njeri se e don shumë edhe thjesht. E don veç për vete, nuk e jetë territorial. Ki qef me hup, mës me ordë. Shkavesh mës me prideri atë. Mës pse me prish që të lire që la. E jo do mi bo, jo mi bo prasë. E po çka është dashuria atër? Çka është dashurin? Është përmbushje personale, kur një njeri e gjen një person tjetër edhe dashurohen, është përmbushje mes dy karaktereve që shohin puzzle të papërmbushur të njëri tjetri, edhe me njëri tjetër me bashkimin e tyre, ato i përmbushin që është gjithmonë që jo, që shto është. Mene që dush me qeni përmbushën për I përmbushën që do të ashtë në fillim. Qesin pa të kene i ri gati i veshën dreshën mas 5-6 muje lidhje, e lojnë vetën e lëshojnë. Edhe pastërt, është s'ka lidhje për gjenin mashkullore apo femërore, dush me qeni përmbushën vetë një herë. Dashnia nuk përmbush. Ti dush me qeni përmbushën për me dit me shiju dashurinë. Sigurisht ti me qeni përmbushën, po asë një njeri në këtë dynja nuk mundet me qeni përmbushën pa një partner, pa rrupikon. Është gabimi maj madhe. Dush me qeni përmbushën vetë. Nuk përmbushur për momentin, se s'ka partner. Besoj që ndoshtë, po ti ke pas partner, e përmbushur. do me thonë ke kalu në qato suaza, ku ti e ke ndje vetën të përmbushur, pavarësisht çka ka ndodhur rrugës, po ti e ndje me një moment shumë e përmbushur, apo jo? Unë vazhdoj të ndjem shumë e përmbushur. Pa marrë parasysh që s'kam partner. Po, por një djalë me dalë për shembull të me një kafe dhe shë ngjall emocionin. Flutrat nisin ty me plivrit. Është përmbushje. Është përmbushje, e çka? Pikërisht njerëzit përmbushen përmes emocioneve që i shkarkojnë mbas të suazave, situatave që janë. Jo, nuk është thonë se është dashuria zhvillohet. Në momentin e parë që e sheh dikon, ajo është një emocion momental. Patjetër. Pastaj ti kur njoftohesh, kur e njeh më shumë, lidhesh, do më thonë, e përmbush vetën, në gjana pozitive të puzzle që e thë ti. Do më thonë, e qashtu kryuat ajo ndjenja e dashurisë. Atëherë jem pache me vetën, kur nuk i pritshmëri. Jo, ti për me dit me dash dikon, me pas pritshmëri të lartë nga partneri, ti ki me qenë po, ajo është kur një person për shembull, ajo vazhdoj me besu që dashuria është diçka e bukur, ajo edhe sot diçka me ndodh, do me thonë, unë ajo edhe sot një person i cili mundet me jetu pa dashuri, dhe mu pëlqen me dash. duhet mos me pas pritshmëri nga të tjerët. Pra e rrit forcën e vetës për brenda, ka siguri të papërshkrume në jashtë në komunitet si e vetme ose i vetëm, edhe nuk pret prej dikujna. A më përmbushin një për shembull ma shumë se një burr. Ma shumë se një burr. A më përmbush nëse kam një 2-3 partner. Mi bie double Kjo është vetëm kur je Double espresso. po tash arsye mundet mi pas për çfarë arsye mundet mi pas 2-3 Një burra. person fizik, kjo ka thot me përmbush emocionalisht. Po normal se kur je pas Përmbushi pak ma shumë se sa një. Po i marrë 3 pra. po merr edhe 5 ti inshallah përmbushin, a din ty kokë. Jo, këtë është kjo. Jo që ti përmbush. Për të
Është perceptim individual, nëse ty të përmbush ajo Rita go ahead, ato përmbush diçka tjetër, ty diçka tjetër. Po e argumentoja, unë për vete e përmbushur jam pa asnjë partner. Po kështë Po në rregull, Po përmbushja për ty është diçka tjetër, për këto është diçka tjetër. Të s'munësh me thonë tash se Unë pse ta s'është për ty respektoj njësë mendimin deri në vdekjes, është i jotja, edhe është personaliteti i jot. Nuk kam për. Edhe nuk je i përmbushur? Jo. Ke probleme me vete. Po s'munësh me thonë. Partneri me përmbush. Ai përmbush juve një fëmijë. Jo, nuk ka probleme me vetën. Ju përmbush. Është një pikë që një fëmijë ty të përmbush mirë në shpirt. Vetëm një moment Rita. Mu këtu fillon. Vesh një sekond. Shëndrit, vrese 4 herë jam të qërë shpendjes në kanape. Po për që lezi se ka pa shumë. Ja po gjeleza. Ja për shëndesim. Dhe me shënditës, edhe mire patë. E me të lëzojnë që e shumë najtë. Edhe ti s'munësh mos të më Përmbush me qeni përmbushur në shumë dimensione tjetës, po shpejt. Pikërisht. Shëndritin edhe ti mo shëndret. Po janë t'i bojë. është bërë pak ma serios. Lima e mënë sa shëndrit. Po ama, do me thonë, shëndritin do me thonë që ti mundesh me qenë i përmbushur në shumë dimensione tjetës, po ky po flet në aspektin e dashurisa. Je i përmbushur jo, sepse nuk ka një partnere. Dhe në momentin që e gjen, e plotson çfarë mund të dashurosh në dy persona për një herë? Kanë do. S'ka bo ba. Ai dashurohet. Dy vajza, Robert. Ani me një pauzë, Ai dashurohet. Këtë ushqirë mu kisha. është të bonës foli. Më sutut se prap unë jam ajo Delia e Zes. Kështu që shpreh. Si cilë ka mendimin e vetë këtu? Ajo është, nëse nuk përmbush një person që ajo e dashura jote, qëto që ndodhin qëto lidhjet e hapura, pastaj qëka nuk ta plotëson që kjo, dush me shku të ajo tjetra, ama këto e dënë. A mendon që mund të plotësohesh nga një person? Qysh jo. Gjithë jetën? Nëse e dënë, gjithë jetën. Që ajo është dashni, do më thonë gjithë jetën. Zona për thot, a unë është mi dosh dhe persona, ti ka full Jo, një dash që sështë, jo mëse manifestaktivitës. Atëherë kalon në dy kapitoj, njëna mundet me të përmbush ty seksualisht, shumë a shumë, se sa gruja për shembull që e ki pas me vite partnere, se meshkujt e kanë tendencën gjithmonë për me ndru partnerin për në aspekt seksuale, kam fjallën. E gratë jo, a? Edhe gratë, pse që një njëzore është. Po që kjo është mungesa diskutimit se s'folin, i vjen more me folin me gru. Këtheo kënena, këtheo anena. Po kjo nuk e normalizon çështjen që ti mi pas dy partner të njëjtën kohë. 30 martes, një pozit flaj. Do ju vazhdo me tjetër. Boj seks, një pozit, 30 martes. Dele e tjetër, gjimnastik që ka shkur 20 vjetë, po të kalzoj soltat më në ndonë. Unë e kësha tonë... Bona serios të ashtu. Bona serios, po, se bërëm pak kështu hajgore. Shaka që thojnë këta lëzët dhe motra tona në Shqipëri. Moshkyve, shqiptarë mi thonë, mës gjelëzoni shumë se i hop një femna. Për mi 100 femna që i kum pyt, ka orë, shka s'ka qenë gjelëzia që janë nda. Kështu që du të me pasë shumë kujdes, edhe punë të shpis du të mi kry, për mës marrë dhe të tratia. Më dashtë mi respektu, mi shti me kesh sa ma shumë. A ndodhë për shembull që... Qeshin sepse e di që Po qeshin se ti po qesh. ti po qesh. Ja, jo qesh se e di që të themë. Rita, a është shenjë dashurie, apo është shenjë mungesë vetbesimi dhe mungesë kontrolli? Dhe ajo që ka thash në hyrje, marrëdhëniet e hapura, a janë shenja më e mirë e dashurisë? Sipas meje, po. Ti e din çfarë. Si pas meje. Po. Po të ja publikut në çka mendojnë se unë s'pe di. Marrëdhëniet hapura, po se ne kemi... ju marrëdhëniet Me dojnë edhe me të tjerët, jo është Open relationship, do me thonë, ti shkon edhe me të tjerët, po ty zemra e më sunët me të zavenstu kërkosh, a që të zavenson aja me pje tjerë, ama ty prap je kryesori. Më falë, që ka ime profesion? Gazetare. Gazetare. Vazhdoj. Jo, e thash, ne e kam thënë disa herë në emisionin Zanat, për atë përsëritem edhe po them që e kam thënë disa herë, njerëzit e din që
E din çfarë mendoj unë. Gjithsesi, unë nuk mendoj që dashuria ka vend për xhelozi brenda. Mendoj që është ndjenjë kontrolli dhe është shumë i shprehur në popullin tonë. Ke pa veç shqiptarët përlahen edhe zihen për pse ma ke prek femrën, gruan, dashoren. Jo vetëm popullin. Pse ma ke këshir burin. Jo, për një fjalë goje bëhen, domethënë, po për burrat s'ndodh. Jo, nuk e di sa eksperienca ke ti jashtë shtetit edhe sa përvoja ose sa me shketit huj. Ma shumë se sa mashkujt, në fakt, po. A do të Maqedoni në Shqipëri një rast që u bëtë sot këtyra Maqedoni, ti sa Maqedoni. Jo vetëm shqiptarë, sa e thonë shqiptarët. Shumë e mirë. Unë bashkëjetoj me qytetarë Maqedonas. Pse s'ndodh të ta? Ndodh, po si shajtë. Din ma shumë, pra. Ma pak, si që jemi pak ma zi. Din ma lartë. Jo, ne po pajtona me. Jo, edhe angles të dhe italian të dhe. Vazhdoj të kemë opinionin që nëse ndodh në gjithë botën nuk do me thënë që është një gjë e mirë. Apo se ndodh në Amerikë nuk i bie që funksionon. Absolutisht zanë dëshirë për ta kontrollu tjetrin. Në momentin kur ti nuk ke kontroll mbi tjetrin, xhelozon se mendon që nuk din gjithçka mbi të. Po, ka plot këngë për xhelozin. Unë sot isha në Tetov në krahasim për herëve tjera që vi prej Shkupi edhe më pyeti mami kur dola, tha sot çat po diskutoni, thash xhelozin po e diskutojmë sot. Tha xhelozia është sëmundje. Edhe më pëlqeu shumë se vërtet është sëmundje. Po i hyri në gjak dikujt, pastaj është shumë e vështirë për të shëruar, po absolutisht zanë është dëshirë për ta pas në kontroll tjetrin. Po dëshira për ta pas në kontroll tjetrin i bie smundja. Po është. Varësi. Nuk është? Ne, zanë edhe ti e ke pa edhe prindrit shqiptar në përgjithësi, unë e kam thënë edhe në emisione tjera, e lindi një fëmijë për ta pas në kontroll, e lindi një fëmijë për t'i rujt, apo janë egoist, e bëjmë për vete fëmijën, nuk e bëjmë për botën, nuk e bëjmë për vetveten. A ki që jetë dizela benzin? Kina tati ka të më Xhelozia, unë e kuptoj xhelozin kur është në fillimet e veta. Një qep në fillimet e veta, sepse xhelozia rrjedh prej mos besimet, mas pari, sepse ti atë person nuk e njeh mirë edhe çdo lëvizje ose shike mundet me të duke dyshim, sepse nuk e njeh. Mirë, po kur xhelozia vazhdon edhe masi që personat njihen mes vete, atëherë veç është diçka tjetër, është smundje. Për mua xhelozia është smundje, edhe ajo vjen gjithmonë nëse nuk trajtohet me kohë, vjen gjithmonë të urrit, edhe ajo absolutisht nuk e ushqen. Një dashuri, ajo e shëmton, qështë, edhe e damton një dashuri. Tjetër shka është xhelozia është kontrollin që ti don me pas personin tjetër që e ke, partnerin që e ke, don me pas në kontroll. Pse? Sepse ti nuk ke besim në vetën. Unë besoj që secili për neve shtu në momente caktuar kemi një xhelozi, unë për vete po. Edhe saktë di sa që ka qenë xhelozi, ka qenë mos siguria e thash, unë xhelozia është edhe me mos sepse unë kam pas probleme me veten, kam pas probleme me besimin në vete, jo në besimin në partnerin. Dhe për çato kur nisna për vete, sepse ato edhe më pa pik problemi me përgjithësu që xhelozia ka të bëjë me vetbesimin. Pak, ndoshta me anën se ti ki me hup atë person. Pse mendon që ki me hup? Sepse nuk e ki besimin e mjaftueshëm në vete. Ti ke hup për vete mas mori, se do ditë ku je lidhur. Pikërisht. Edhe natyrisht që xhelozia është për një mes si kur të ushqen dikon. Roberti fjalën se kemi lënë. Edhe pse jam i vetmi pak i mek, unë po mundona me fol. Jo se më ndryshë, po fol ke njëri ku e kemi ndonë. Edhe ki kuronën atë që. Krejt e kena mirë. Se cili që duke neve që ka fole me kena mirë, po. Se cili kena ka një përvoj. Këtë që ka me folë për këtë punë, po. Edhe të trathia, se edhe që kjo është tem, nuk është kështu jashtë xhelozisë dhe dashnisë. Jënë edhe moshkit ata fajtor që do me thonë në fillim, i jep tënat për vetës, për me nëzonë që atë femën. Po, do me thonë 17 parfima i qëtë për asë me dojnë takim. Kurse se din që auto ndodhë, adin është i kompleksun der, kom i përqy, kom i përqy, ajo në vesh 7 herë ndrot, i mazi se femna të. Mazi, okej. Mas 1 muje, 2 muje, ka shtin dore, ka bo femën, mu nuk mirët me ta.
Më falë shprej, jemi live edhe port para femës, do me thonë. Qaq lirohet aj natë lidhje, edhe do me thonë, kjo s'ko ku shkon. Edhe mani qka bu, se fillon edhe ajo mani mja këthy shpinë, do t'kitu ka i djetë total. Edhe mandi fillon mani kë, luet qka me gjelëzu e ja hup, jo vetë besimin, po edhe vlone arsimit, që jënë shkojshim me këtë besimin. A a gjelëzojnë më shumë gratë a burat? E ta shkush ma shumë, këtë më varët cile ka fut njëni tjetërin në loja të ja, po pëzanë. Po, tash ajo o e varën nga jo. është definitivisht të mundja është. E qa vënd të kur gjelozoni femër për ty? Më largën, do me thonë distancona. Po dhe, pëshe që i Një qimë femrave, që më karo mua beti, që ka erë dhejtë ndarja, shumë gjelaz. Trishtohen, do me thonë njën, tash s'po du shqiptarët me ishti aty, këtë që tha, din që Macedonët jo, e kemi pak so mentaliteti, veni ma i vogël. Ka din, ti ndahosh në New York, kur se mërvesh as familjari, se mërvesh ju ka do djali pit fe ju. As që ka di që fe ju. Këtu të na është veni i vogël. Edhe ndihmon shumë. Okej, ne do të shkojmë me pak minutat marketingut, do të kemi shumë shpejt. Do të kemi shumë shpejt me lidhjen e hapur, tradhtinë këto të ngjashme. Kthehemi vetëm pas pak.